kemi do një këshill tjetër, do bëjmë dhe një maskë fytyre. Po, sigurisht. Rim që rim, do ta bëjmë dhe një maskë fytyrës, duke mos u mërzitur me maskat e njëjta. Naturalet. Se jo, mos të përdori maskat të ndryshme, sepse secila ka rëndësinë e vet. Ne kemi folur shpesh për vajin e kokosit, për vezën, për vazelinën, pse jo mos t'i bëjmë bashkë dhe t'na jap një hidratim të lëkurës, por dhe një shkëlqim. Kjo është një maskë shumë e thjeshtë. Thjesht do hedhim. Na duhet edhe pak limon. Dhe duhet kemi kujdes të sytë. Mos e aplikojmë. Mos e aplikojmë. Pjesa kryesore, pjesa me madhe maskave aplikohen larg nga pjesa e poshtë me syve. Do më japësh pak edhe vaj kokosi, të lutem. Okej. Largojmë këtë sapunin. Një lugë. Dhe i përziejmë pra bashk. Okej. Tani do hedhim vetëm të bardhën e vezës. Ta ndaj unë të bardhën? Po, ose ndaj ose qaj pak fare, po jo, nuk i kemi shanse që të na eci mirë. Po kemi më se mos i kemi ja. Okej, perfekt. Si të duash ti e kemi. Perfekt. Vetëm të bardhën. Vetëm të bardhën. I përziejmë bashk. Duhet të bëhet një masë një trajshme homogjene, pak të copëzat e trazuar mirë, që kjo të aplikohet dhe të qëndrojë në fytyrë, për të mbajtur këtë masë të qëndrojë në fytyrë, mund të vendosim letra guzhinë e sipër, ose i lyejmë letrat e guzhinës aty, pecetat, e vendosim të balli dhe të këfaqet. Këtë do të shikojmë, do të eqim, se zakonisht maskat e kanë të 15-20 minuta. Për të mbajtur. Unë të them të drejtën e aplikoj, sidomos kur është veza e ka atë që thahet, fillon edhe siguret të req lëkurën. Ama rezultati pastaj? Po, e kam shumë dëshirë atë, sepse duket edhe si një fiskultur që i bën fytyrë lëkurës, sepse ne nuk e lëvizim, përveç se mimikës son, disa pjesë të lëkurës nuk lëvizen. Dhe kjo është shumë e mirë, sepse thjesht ngrin e bardha e vezës, edhe siguret të rheq. Dhe kur e heqim, ajo kthehet prap në vendin e vet. Një shpëlarje, kremin që ju përdorni, dhe pastaj do të shihni rezultatet her pas here. Duhet i provojmë ca gjëra në kushtet e shtëpisë, mos drejtojmë direkt tek kremat që kanë edhe përbërës kimik, por do të orientojmë drejt produkteve sa më natyrale. Sa më mirë të përdorim produktet që kemi në shtëpi. Mbaj mend që e thej një ditë dhe që atë çfarë konsumojmë, pse jo mos ta përdorim edhe për lëkurën, për trupin ton. Kështu që është një ndërthurje shumë e bukur. Duke qenë që jemi një vend me shumë gjëra të mira, të ushqyeshme, me vlera, se jo mos t'i përdorim edhe portofoli xhepi në ri pa preku. Po, është e vërtetë dhe kjo është pjesë shumë e rëndësishme. Të falenderoj shumë, Stella.